Kosova feston sot 18 vjetorin e pavarësisë. Më 17 shkurt të vitit 2008, në orën 15:39 minuta, u shpall pavarësia në Kuvendin e Republikës së Kosovës në Prishtinë. Në seancën e asaj dite, 109 nga 120 deputet morën pjesë në sallë. Deklaratën e pavarësisë e lexoi kryeministri i hershëm Hashim Thaçi, i cili sot ndodhet në Hag. Ky 17 shkurt, i 18 si shtet i pavarur, e gjen Kosovën me sfidën e gjyqit në Hag për 4 ish-krerët e UÇK-s që luftuan për ta parë vendin të lirë. Ndaj, monumenti ikonik Newborn, që u ngrit ditën kur Kosova shpalli pavarësinë, këtë vit mori një pamje krejt tjetër dhe u vesh me 500 emblemat UÇK-s. Ndërkohë që qytetarë të shumtë dhe figura të larta shtetërore marshuan në mënyrë paqësore dhe mbushën sheshin Skënderbeu në Prishtinë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s. 18 vjetori i pavarësisë e gjen Kosovën si shtet të njohur nga rreth 117 vende të botës. Shumica e vendeve të Unionit Evropian e ka njohur Kosovën me përjashtim të Kipros, Greqisë, Rumanisë, Slovakisë dhe Spanjës.